Mirë se erdhët dashur miq, jemi tashmë në pjesën e preferuar në fakt për një pjesë të madhe tuaj, pasi do të flasim për trendet e veshjes vjesht-dimër 2017. Në fakt, të gjithë jemi duke lexuar se çfarë pallto, fustane, këpucë, çanta do të kombinojmë, le të themi, këtë sezon mode. Por kur ne ato na i shpjegon dikush me të cilën mund të flasim lirshëm edhe mund të marrim këshilla edhe personale, siç është fashioniste edhe fashion editor Stella Plaka. Përshëndetje edhe mirë se vjen në vilën tonë. Kënaqësi gjithmonë të vit. Kënaqësi e madhe të kemi sepse edhe me stilin tonë ti na frymëzon. Mund të jemi edhe në, le të themi, në linjën e këshillimeve të stilistëve të mëdhenj, por edhe stili yt në fakt është aq i preferuar sa që mund ta bëj secili dhe unik. Faleminderit, më vjen mirë. Përmes fotove që Stella do të na sugjerojë dhe na ka ndihmuar në fakt për të na shoqëruar në këtë bisedë, ne do të kuptojmë se çfarë ngjyrash do të mbizotërojnë. Në fakt, cilat janë ngjyrat më të preferuara që propozojnë stilistët për këtë sezon? Ngjyrat i kemi shumë variabël, por do të mbizotërojnë ngjyra rozë. Roza në ngjyrë kuarc, rozën që ti ke veshur. Ndoshta ka qenë një rastësi. Nuk e di, por që do të jetë ngjyra që do të mbizotëroj këtë dimër dhe këtë sezon 2016-2017 dhe shumë të kuqe do të shikojmë. Paraprakisht, para se të na vinë festat e vitit të ri, do jetë shpërfyese besoj deri te festa. Do të jetë një nga ngjyrat mbizotruese. Do të shikojmë kudo, i kemi parë në pasarela, do të shikojmë në rrugët e Tiranës, në street style, në përboti kemi parë, dhe në miksime të ndryshme, aksesor, mjaftueshëm për të kompletuar outfitin. Por ngjyrat kryesisht mbizotruese do të jenë këto roza dhe kuqe. Roza në ngjyrë kuarc që do të dominojnë, do të dominojnë këtë dimër. Tek fustanet, tek kputucët edhe tek çantat, aksesor, çorape, kputucë, në syze madje. Ndoshta ne kemi gjithmonë perceptimin që na vjen vjeshta, vjen dimri dhe fillon ngryse dhe gardaroba, por nuk do të jetë më ashtu. Jo, do ta kemi qelur me lule në sezonet e shkuara, tani do ta çelim me këto ngjyrat e hapura, po e kuqja gjithmonë ka qenë mbizotëruese apo është e re? Do të mbizotëroj kryesisht këtë sezon. Në këtë sezon. Në palto oversize, në këpucë, në çanta, syze, aksesor, të gjitha të kombinuara me harmoni, mos themi që tani madje ne shumë mirë mund të bëjmë dhe kombinime në një tintë unike, do të thotë që nëse deri dje këto miksimet ishin të lejueshme të ngjyrave dhe të printeve, tani shumë mirë mund të vishim edhe me një tintë unike, që do të thotë, nëse kemi një palto me që përmendëm të kuqen, shumë mirë mund ta veshim me çorape, me kpucë të kuqe, me syze të kuqe. Tani ndërkohë që vijojnë fotot, vija do të jetë një super trend, ka qenë dhe do vazhdoj të jetë. Kjo vija po së gjati, Stella? Vijat horizontale vertikale mjafton të jenë të kombinuara në harmoni dhe të kërshetohen me veshje në tërësi. E shikojmë të kuqen, po, këmishat, palicetat, xhinset, e kuqja, siç thash pak më parë, palltot në ngjyrë rozë, në ngjyrë kuarc, fundet me pala, që kanë qenë dhe do vazhdojnë të jenë në sezonin vjesht-dimër, këmisha, mjaftueshëm, pra këmishat oversize të gjëra, të cilat na bëjnë të ndjehemi dhe rehat, dhe ndoshta kur jemi me shpejtësi me ngut, ato në gjithmonë na nxjerrin nga situata dhe ngjas gjithmonë të veshura mirë dhe me klasë. Prandaj garderoba do të ketë një harmoni, le të themi, nuk mund të japim një orientim të caktuar trendeve të këtij sezoni. Mjafton që këto të gjitha trendet jenë të mirë kombinuara me njëra tjetrën. Kjo është dhe më e rëndësishmja. Do të ndaleshim pak te këpucët, sepse ka qenë ai modeli mashkullor i këpucëve. Do të jetë edhe këtë sezon? Do vazhdoj të jetë. Takat, le të themi që ka filluar të ketë pak një distancim nga taka, për shkak sepse tani kanë dalë dhe këpucët ortopedike me platformë. Puca kryesisht preferohet çizmet me tak të trashtë, të cilat janë shumë komode, çorapet, dhe kryesisht të gjitha këpucët të veshura kadifja kemi mjaftueshëm, kadife do të shikojmë. Pucët do jenë sa më të rehatshme dhe pikërisht me këtë takën ortopedike. Xixat, gurët do mbizotërojnë këtë dimër, pra këpuca do të kthehet në një vepër arte, le të themi, dhe gjysmë këpuca. Pra ajo këpucë që ne veshim ndër dje, ndoshta e quanim pantofël, ose këpuca disi si e prerë më pas, do të jetë një nga trendet kryesore që do mbizotëroj këtë sezon. Që të licet e sandaleve në verë, ndoshta janë kthyer tashmë tek këpuca, se pash disa këpucë që ishin
syri do mbetet tek kpuca. Kpuca është një nga aksesorët dominues këtë sezon vjeshtë-dimër. Pra, kpuca e cila mund të ketë dhe orjendit caktuara, shëndisje, gur, do të jetë elementi kryesor i garderobës tonë. Po ripa do vazhdojnë, ndoshta ripa në çik më të trashme qenë se bëhet fjalë për sezonin e dimrit dhe të verës, dhe gjithmonë taka sa më komodë ortopedike. Ndoshta deri dje kpuca klasike nuk del asnjëherë nga moda, mbetet trend, por tashmë kpucën e kemi me platformë, komode. Edhe tek ngjyrat po guxojmë, kam përshtypjen. Patjetër, ndaj thash që nëse deri dje jemi fokusuar tek veshja në tërësi, tashmë syri bie pikërisht tek kpuca. Kpuca është një nga elementet kryesor që duhet përzgjedhur me shumë kujdes, dhe madje nëse kemi një veshje shumë të thjeshtë me një kpucë që mund të jetë një veprartje, aq të bukura janë kpucat këtë sezon që janë propozuar nga stilistët, të kombinuar me një palë kpucë që bie në sy dhe godasin, ne nuk gjithmonë syri do të mbetet tek ne. E kuptoj. Tek pantallonat? Pantallonat cowboy, kanë qenë dhe do vazhdojnë të jenë, triqerekshë do vazhdojnë të jenë, madje mund të them ato që vinë deri poshtë mbi pjesën e kyçit, duhet bërë kujdes gjithsesi tek gjatësia, sepse jo të gjithave u shkojnë, ndaj nëse nuk kemi gjatësinë e dur, ndoshta aty duhet përdorur pak taka për të na dhënë atë siluetën e gjatë dhe të hollë, por kryesisht do të jenë pikërisht trendet pantallonat në formë cowboy, triqerekshe, sheshta apo dhe me taka? Nëse kemi gjatësinë e dur dhe na i lejon, pse jo mund t'i veshim me të sheshta. Kush normalisht ka një gjatësi mesatare apo jo shumë të gjatë, shumë mirë mund ta veshim me një palë kpucë ortopedike apo me pak platformë. Se mos ngatrojnë, ajo është Stella dhe jo Winehouse. Dhe stili preferuar në një editorial në fakt që është bërë për revistën Living disa kohë më parë, dhe jam ndeshur me një nga artistët e mia të preferuara, e cila e kam bërë time, ka qenë një nga editorialet. Kam përshtypjen, me sa e shohim dhe tek fotot, qoftë edhe në stil, qoftë edhe në kombinim, është pjesë e punës time. Është pjesë e punës time, gjithmonë e kam dashur modën, gjithmonë më ka pëlqyer të guxoj me aksesor, me veshje, të miksoj më shumë se një print apo një veshje me kpucë dhe me aksesor. Dhe ndoshta secili gjem veten dhe identifikohet diku, unë e identifikoj pikërisht ky miksimi i më shumë aksesorëve dhe printeve bashkë. Çfarë të frymëzon më tepër në stilin e të veshurit? Gjithmonë më bëhet pyetja ku frymëzohesh, të them të drejtën. Mund të jetë dhe si klishe, po gjithmonë teksa ti pyet dikë që kujdeset deri në detaj, deri në detaj kujdesesh për të gjitha elementet që ti vesh, frymëzimi është gjëja e parë. Në fakt e çdo gjë e bukur. Dhe duke të parë ty mund të frymëzohen, kupton? Nuk rresh frymëzimi së thithuri dhe së mari. Duke parë një film, se jo, një film të shkuar, një film bardhëzi, duke udhëtuar, unë kam fatin e mirë të udhëtoj shpesh, dhe sa herë që udhëtoj, çdo detaj e shikoj me kënaqësi, sepse më pas përvetësohet dhe bëhet i imi. Në sensin çdo gjë e bukur, mua nuk më lë pa më lënë ngjyrë. Dhe normalisht dhe puna që bëj ambienti, duke bashkëpunuar shumë dhe brenda dhe jashtë Shqipërisë, gjithmonë fiton eksperjenca dhe përvetëson eksperjenca të reja, dhe ato më kanë lënë shumë ngjyrë. Madje një nga eksperjencat e fundit që kam bërë ka qenë bashkëpunimi me një nga fotografët e mirënjohur, që kemi krenarin ta kemi, sepse është një djalë shumë i talentuar, Ryan Simo, i cili punon për shumë revista të mirënjohura, Velvet Magazine dhe Officiel në Itali. Ky është një nga bashkëpunimet tona që kemi bërë më së fundi. Mora thitha shumë nga ajo energji pozitive dhe puna, mënyra se si e perceptonin stilin, modën dhe fashionin të lidhur bashkë me fotografin, me artin. Pra, ke qenë se vetë Stella ti udhton edhe sigurisht frymëzohesh nga stile, veshjesh, modelesh, ngjyrash, kombinimesh. Bën dot një krahasim apo një ndryshim që ekziston mes të veshurit këtu në Shqipëri nga rinia, kryesisht nga vajzat e reja, nga djemt të rinj dhe jashtë? Niki, doja të egzagerojmë në veshje ne? Doja të thoja që ne kemi një fat të mirë që thithim shpejt.
në sensin që dim të përcjellim mirë trendin, e kapim shpejt të risin, shqiptarët përgjithsisht e kanë në krahasim me botën njarë, që një pjesë në qoftë se shkojnë në Milano, janë shumë të guximshëm për sa i përket Londrës apo New Yorkut, një pjesë tjetër pastaj mbetet më e thjeshtë, më klishe, ndërkohë që ne shqiptarët kemi nevojën të thithim sa më shpejt të risin dhe për sa i përket trendeve. Guxojmë pak më shumë, guxojmë, jemi të guximshëm. Sepse duke qenë se jemi në provë, si të thuash, dhe ne guxojmë të marrim iniciativa, le të themi, por të egzageruara ndonjëherë. Ndonjëherë ndodh, por vitet e fundit ka filluar të thithim thjeshtësinë, të ngjajmë pastër bukur, shikoj plot vajza të reja dhe në rrugë, sepse janë ato që më frymëzojnë, përveç se ambienteve të caktuara ku punoj me personazhe publike, të cilat din mirë t'i përshtasin trendet, por ka dhe raste kur egzagerohet pak ose kur nuk përshtatet me karakterin dhe me trupin, ndonjëherë veshja. Pse të jesh në mod me të veshurin? Shko, të ndjekësh gjitha sugjerimet që jepen për sezonet të caktuara, apo mod për ty është të ndjehesh mirë vetë, se si janë të gëshëtuara. Normalisht duhet një azhurnim shumë i mirë me trende, sepse mbetesh pas, por mbi të gjitha është të ndjesh mirë dhe ta përshtasis gjithmonë me karakterin dhe me veten tënde çdo gjë që vesh. E rëndësishme është që ti të ndjekësh trendet, por mos të bëhesh prej tyre. Jo çdo gjë që është trend narin bukur. Narin bukur është e vërtetë. Duhet përshtatur çdo gjë me tipin, me karakterin, diçka që ri mirë nikit nuk më ri mua apo kujdo tjetër. Pra, duhet bërë jotja ajo çfarë ne narin mirë dhe ndihemi rahat mbi të gjitha. Pastaj ka dhe rast kur ndonjëherë duhet pak të vuajmë në personalitet fare. Por ne ndryshojmë komplet. Është e bukur sepse moda ne na lejon që të kamuflojmë. Në sensin nëse ndonjëherë nuk ndihemi mirë me veten apo e veshim një veshje ndoshta që deri dje nuk kemi guxuar dhe ndoshta aty na bën çik të heqim më njam problemet apo stresin. Prandaj moda është një lojë shumë e bukur për cilën dhe veshje sigurisht të qeni të prezantuarit përpara të tjerëve, është si të thuash të plotësosh vetveten dhe të përcjellësh, se përcjell edhe me veshjen ti përcjell dhe gjendje shpirtërore apo jo? Është e vërtetë. E përcjell po dhe ndonjëherë kamuflon, ndonjëherë e lëkundshme. Varet nga personaliteti i njeriu, por dikush e shpreh më shumë, dikush e kamuflon pikërisht me veshje. Ndodh ndonjëherë që ti je e mërzitur, kesh ndonjë stres dhe thua unë nuk dua ta përcjell stresin, dua të përcjell të rezatoj mirësi dhe pikërisht vishesh bukur duke hequr gjithë mërsinë. Siç është edhe gjithë mendësia e stilistëve që edhe në veshje dimër nuk do ta ngrysim garderobin sikur do të jetë në fillim, po do ta çelim me ngjyrën roz, me ngjyrën e kuqe. Do të ndalim pak te çantat, shohim pak fotot e çantave që do të mbizotërojnë këtë sezon, pra veshje dimër 2017. Janë çantat e mëdha, të vogla, çantat e vogla. Çantat e vogla pikërisht të çantat në formë katrore, çantat ovale dhe tani do të jenë shumë çanta mini bag, si kjo e Fendit në ekran, dhe çantat over, natyrisht për cilat ne gjithmonë do na duan sepse mund futim mjaftueshëm sende. E bardha do të jetë dhe do vazhdoj, ka qenë gjatë sezonit veror, por do ta shikojmë shumë edhe në aksesor, në syze, në çanta. Pra çantat e ngurta dhe mini bagët do jenë kryesisht këto pompomet i kemi parë në këpucë, në veshje, do ketë shumë aplikime veshjesh dhe në aksesor, përveç se në këpucë, në peliçe, me ngjyra shumë do të shikojmë. Peliça do të jetë një nga elementet dominues të dimrit. Do të ketë në dimër peliçe. Mjaftueshëm peliçe, edhe tek këpucët pash, kudo, këpucët, funde, fustane, aplikime pafund. Pra xhufka dhe peliçe do të shikojmë të aplikuara kudo, dhe madje nëse i kemi parë gjatë verës do vazhdojmë të shikojmë dhe gjatë dimrit. Dhe peliçet me ngjyra të shumta madje, me ngjyra ylberi, pra vetëm dimër të ngurësur ne do të kemi. Akoma më mirë në fakt kur ne do ndihemi të çelur, si të thuash. Tek palto do doja të ndaleshim pak për modelet, nuk do të hyjnë këto modelet me bel të ngushta? Jo, do të jenë sërish paltot oversize, pra paltot e gjëra. Dhe besoj paltot militare, pra me dopje komë, qyra jeshile dopje komë që do të ketë sërisht, ka qenë dikur para 3-4 vjetësh, dhe është rikthyer sërisht printet dhe ngjyra si kanë ekzistuar dhe vjet printet. Po, do vazhdojnë të jenë, pra është një rikthim i sezonit 2015, 2016 dhe 2017,
por me detaje të vogla dhe me ndryshime si që propozojnë dhe vetë nga stilistët. Po kjo kombinimi interesant në fakt, i kuqa me atë rozën. E kuqa me rozë, po, nuk ka më regula përsa i përket ngjyrat. Vërtet kemi një kategori të caktuar për të plotësuar veshjen, por tani nuk ka më regula në kombinim të ngjyrave. Mjafton që ato t'jenë të kombinuara këndshëm me njëra tjetrën, pra në qoftë se roza shkon me grin, tashmë mund ta kombinojmë me të kuqen. Me të kuqen, imagjinoj që s'është kombinuar dikur më parë. Jo, tashmë kjo është liria që kemi. Ne mund shpalosim kreativitetin ton me anë të garderobës dhe pse jo, gjithmonë të jemi trendi dhe bukur. Okej, Estela, faleminderit që erdhe, faleminderit dhe për këshillat që na dhe. Besoj se do të kemi sërish për tema që lidhen pikërisht me të dukurin bukur, me modën, me veshjet, sigurisht. Ishte kënaqësi dhe për mua. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Besoj se kjo ishte pak a shumë ajo çka ju do të vishni në Vjeshtë dimër 2017. Mos harroni, ju do të visheni siç ndjeheni vetë. Kjo është moda juaj. Kalofshi bukur.